ardhur në një vlog të ri. Vendosa tani si ja vlogun sot në balkon. Kam përgatitur mëngjesin, kam bërë edhe kafen time ekspres. Vendosa tulem ta pi këtu në balkon sot, ku ishin se është ngrohtë. Edhe sot është ditë e premte, unë jam pushim, edhe pse duket si ditë e shtunë. Duke qenë se është Good Friday dhe një nga puna e kemi pushim. E di që tani do ketë pak zhurmë dhe nuk mund të më dëgjoni, mirë që do të flas më vonë. Kalova tani në salon sepse jashtë do pak ftohtë. Kështu që thash më mirë po ri brenda ngrohtë të pëshoj mëngjesin tim edhe kafen. Dhe vendosa që sot të bëja një peanut butter jelly, e cila ka dalë shumë e mirë. Kisha shumë kohë pa bërë që në Ohio, kemi shkuar te kushëritë e Olenit dhe unë dija që ekzistonte kjo peanut butter jelly, dija që mund të haje bukën me peanut butter ose me reçel, po ju që t'i bëjë të dyja bashkë. Tani po më merr kushurira, kështu që po iki, po flas dhe bashkë të shikemi më vonë. Mbylli. Just take a look at yourself. Do you really think it's gonna help if you always fighting yourself, trying to forget how you felt? Just take a look at yourself. Can't even be your own friend, cause you're way too stuck in your head. How do you think it's gonna end? Nothing that they could do, nothing that they could say, nothing that they could do to take all the pain away. Can we get Natty into our house? Nope. No. Pastaj mama later të dojë në mat. Atëherë po ju bëj një outfit check këtu te parkimi tek shtëpia. Kam veshur kanatiere të zezë, pantallona të shkurtra jeans, sepse është shumë vap. Kam veshur këtë këmishën që është boqiell, edhe çantën e Obegu, gjithashtu këtu kam marrë edhe kafen time tek gota e Starbucksit. E di që jam bërë pak me ngjyra sot, por është shumë vap njerëz. You'll come around, but don't get me wrong. Do what you gotta do, do what you gotta do. I feel it in my bones like you'll come along now. Baby, you're coming through. Do what you gotta do. Take it to the big scene, take it on. Go for hope and glory, go long. Baby, for love. Sa po mbarova nga marketi, atëherë më erdhi një email nga DHL-ja, nga Këshilli, nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe më thotë që zarfi juaj, pra porosia juaj është duke ardhur. Unë në fakt bëra regjistrimin për të votuar në Shqipëri, por mendova se thjesht e bëja kështu online edhe votoje online, por më sa duket do na vi një zarf në shtëpi sepse paqja të Blendi Fevziu, mënyra se si votohej edhe do i bie që të votojmë me post. Pra pasi plotësojmë votën e nisim prapë mbrapa me etiketën dhe labelin që ata do nisin. Unë kur e nisa këtë gjën, pra regjistrimin për të votuar, e nisa thjesht si një nder për një familjarin ton. Por kaq, nuk e mendova që realisht do votoja dhe do ishte në këtë lloj forme. Edhe pa dashje nuk e di ka vajtur tek shtëpia e Vjerës, pra që është afër neve. You did that, yeah, you crossed the line about 1,000 times and I did that. Yeah, I stayed a while, tried to make it right. A cigarette, no, I never smoked, but my heart is broke, explosive. Stressing for that old thing back. That initial love, all the goosebumps. Those flutters in my gut turn into disgust. What a waste of love, babe. Atëherë unë tani sapo preva biletat e kinemas për herë të dytë dhe shqyr zoti që Oleni e vuri re që adresa që unë e kisha pronotuar kineman ndodhej 40 minuta larg nesh pranë qendrës së Filadelfias. Dhe tani sapo bëra biletat e reja. Okej, biletat që bëra cancel kushtuan e gjithë totali ishte $70. Por do na kthejnë mbrapa vetëm $60. Pra booking fee $8 nuk do na kthejnë, kështu që i humbëm këtu $10. Dhe tek biletat e reja na kushtuan pakës më shumë, na shkuan diku te 73, sepse kinemaja afër nesh i kishte më të shtrenjta. Okej, dhe orari ishte në 7:10 edhe jo në 6:30 siç ishte tek kjo tjetra.
sapo mbaroi filmi edhe mund të them që ishte një film super i bukur. E tani mund ta kuptoj sepse Ryani e pëlqen aq shumë Minecraftin. Ishte vërtet shumë fan. Kishte situata të cilat ishin për të qeshur dhe ishte realizuar super bukur. I gjithë filmi ishte 2 orë edhe tani sapo mbaroi, ora është 9. Edhe po, kinemaja që ne shkuam ishte regali, biletat kushtuan $70 për 4 persona, 2 të rritur edhe 2 fëmijë, ndërsa kolat, kokoshkat dhe patatinat na kushtuan $53. Një gjë që vura re tek fatura është një nga kokoshkat e kishin shënuar 9.99, ndërsa tjetër e kishin shënuar 10.99. Nuk e kuptova pse, sepse ne kokoshkat i morëm të dyja, domethënë një soj medium, edhe nuk e di sepse duhet të kishin çmime të ndryshme. Unë thjesht e vura re kur po shikoja video, nuk e vura re në momentin që kemi marrë, kështu që me sa duket edhe këtu i bë kërkan të proçkat. Atëherë kjo ishte e gjithë dita për sot. Shpresoj shumë që ju jeni kënaqur. Ne bashkë shifemi nesër, shqyr zotit nesër është shtunë. Koha është diell dhe kemi gjëra të bukura për të bërë. Kështu që natën. Vlogu djetë, dita e fundit kur e kam mbyllur, por unë te kinemaja jam helmuar dhe kam qenë të bjella tër ditën dje. Sot ndihem pak më mirë, pse kam stomakun pak më mirë, nuk është se kam bjell, por dje kam qenë realisht skandal, kam dhënë tër ditën shtrirë dhe nuk kam qenë fare po fare mirë. Sot vendosëm që të dilnim, bërëm dush në mëngjes, u bërëm gati, u zbukuruam dhe tham që të vinim në një lagje e cila është këtu afër nesh, edhe supozohet që ka këto dyqanet e bukura, por vetëm dyqanet e bukura që nuk po shikoj. Pas kemi ardhur në një vend tjetër që quhet Lansdale dhe jo në Dollestown. Do që jam ka paradisur sot, jam veshur bukur me fund të shkurtër për bërë një foto të bukur, por gjithsesi ne do vim përballë dhe shikojmë se çfarë gjëra të bukura mund të ketë. Edhe po i thosha për ushqimet në kinema, siguroni që mos të hani fare në kinema, di që ushqyen shumë ato patatinat kokoshkat, si mos patatinat nachos me salcën me djath. Por e mira është mos hani fare, sepse në të kundërt do sëmureni siç u sëmura unë. Përveç se edhe të shtrenjta, në fund ti paguan edhe në fund sëmuresh. Ne sot kishim menduar të shkonim në një tempull i cili ndodhet në New Jersey, do ale duke kuptuar me foto se si quhet tamam tempulli, se nuk e mbaj më mirë emrin. Edhe hyrja është falas, kështu që ne kemi vetëm 40 minuta nga shtëpia, por duke qenë se unë dije u sëmura, atëherë planet për sot nuk do që të rrezikoja të bëja 40 minuta rrugë edhe të mos t'jesha fiks në mut të shijuar të gjithë gjën. Kështu që vendosëm thjesht të vim dhe të pimi kafe sot dhe të vim rrallë nëpër këto lagjet e vogla që ne kemi këtu. Më mungon shumë Shqipëria, më mungon shumë plazhet, më mungon shumë kafenet e Shqipërisë, më mungon shumë njerëzit, më mungon rinia, më mungon gjithçka nga Shqipëria. Ne tani sa po erdhëm në Dollestown, ikëm nga Lansdale, nuk e di si shqiptohet fix, por ishte vërtet një lagje shumë koti. Edhe tani sa po parkuam makinën, shkarkuam këtë aplikacionin këtu, Park Mobile, edhe ishte për 24 orë free, pra nuk paguaj asnjë gjë. Kështu që la makinën aty tek parkimi dhe tani po dalim që të ecim pak edhe të shikojmë këto ndërtesa dhe dyqanet e bukura. Si gjithmonë jemi me burrin, edhe mi veshur shumë cute sot, dy më pëlqen shumë vetja. Kam veshur fund të shkurtër edhe kam bërë shumë e bukur. Po vim tani vërdall edhe të shijojmë pak ditën e diel për sot.
që sot ju uroj të gjithë besimtarët e Krishterë gëzuar Pashkët. Sot është ditë e diel, kështu që ju uroj nga gjithë zemra gëzuar Pashkët. Uroj që të keni vetëm lumturi, harmoni dhe gjithçka që ju do zemra, jo vetëm për Pashkë, por për gjatë gjithë vitit. Unë nuk di t'i bëj shumë mirë këto urimet e Pashkëve, të më falni nëse po bëj ndonjë gabim, por duke qenë se nuk i festojmë, nuk di se si fiks t'ju uroj, por që shpresoj shumë nga zemra që të keni gjithë të mirat. Ne tani po vazhdojmë të xhiron tonë, mund të them që këtu në Dolestano është shumë bukur, përveç se ka gjitha dyqanet edhe këto ndërtesat e bukura anash, është shumë qetësi, nuk ka pothuajse fare njerëz, fare lëvizje. Kjo në dark do të jetë më bukur. Kjo pjesa këtu mbrapa është shumë bukur, edhe më pëlqen shumë që është në ngjyra komplet e gjitha. Beautiful place. Qa do tani? Video vazhdon ta mbyll? In the darkness when I'm stumbling and I don't know what to do, when it all feels overwhelming, I am never over you, and I don't know why I'm like this, why I never get enough. Depths of all my drowning fears, I am covered in your love, and it's then that I'm reminded just how Sot nga që është pashë, gjitha dyqanet janë mbyllur dhe kishte vërtet kafene shumë të bukura dhe shumica janë mbyllur dhe ne nuk mund të shijojmë dot as atë një gjë. Nuk nga mi që morën dhe kafen tek Starbucks, sepse mund të ishim ulur në një kafene italiane që gjithashtu kishte edhe mëlsira, por e sigurt që do vinë një herë tjetër edhe do të shijojmë të gjitha këto gjërat e bukura që ka. Është vërtet shumë bukur, shumë cute, shumë qetë edhe po, kaq. Kaq nuk kanë çfarë të them për sot. Përsëri, ne tani sapo dolëm, edhe thjesht po rrinim në shtëpi dhe nuk po na rrihem, dhe Oleni tha, "Ok, dalim pim një kafe te Starbucksi", por Starbucksi këtu mbrapa po mbyllet sepse mbyllet në orën 9. Unë jam e veshur me fustan me rriba sepse është zakonisht shumë vap, është 30 gradë, edhe fustanin është i gjatë deri në fund të këmbëve, është i qartë këtu tek pjesa e belit, nëse e keni parë tek dyqani kur e kam bler, duke se e kam bler tek Kolsi. Edhe kam marrë dhe çantën time të vogël të zezë. Ne po ecim të bëjmë një xhiro këtu vërdall, por dyqanet janë të gjitha mbyllur dhe pastaj të shkojmë te Wawa që të hedhim gaz makinës, të marrim edhe një gjë për të ngrënë, një gjë të vogël sepse nuk kemi ngrënë as dark as një gjë, kemi ngrënë mbas ditë byrek me lakra tek shtëpia e Olenit edhe nuk kemi ngrënë më. Kështu që po, desha të bëja një update të vogël për momentin. Këtu kanë vendosur qese për qend dhe thotë që duhet ta pastroni gjithmonë, i kanë qeset vet në rast se ju keni harruar në shtëpi. Shumë ide e bukur. Seems like you've been busy since you went away. I'm just flipping through your pictures, I can tell you look more than okay. Think I need help.
is you. Okej, ne ulëm tek Smash Burger. Kemi marrë një burger, një cheeseburger, po frajsit i ka vënë apo? Nuk e di. Këtu janë frajsit e mia, sa ti shikoj. Okej. Kjo është sanduiçi i Rajani, cheeseburgeri. Mama Mera. Okay. Nësa kjo është e Olenit që është duke ngrënë. Edhe këto frajset nuk ishin fare të mira. Përsëri nga unë tani i thash që porositim tek Smash Burger, por këto patatet janë aq të thata dhe aq të këqija se s'mund ta merrni më vonë. Por duke qenë se dyqani pra restoranti mbyllet për gjysmore, normalisht do hanim këto jo shumë të shijshme. Kjo ishte një nga arsyet sepse nuk doja ta haja, dhe një nga arsyet sepse nuk mora sanduiç, por mora kish patate. Këto patatet që kanë një shumë të mira. Janë thata. Unë po provoj pak sanduiçin e Rajanit, që ishte cheeseburger. Edhe të jap një review se si do jetë, por nuk është përsëri e mirë. Më kanë problem me sanduiçet, më pëlqejnë qofte dhe kjo vjen një pak erë qofte dhe unë nuk se kam shumë qef. Po në përgjithësi është i mirë. I mirë. Më të bëj një 2 shnetjet. Kjo se vazhdoj dhe ha, koma do t'i bëj një shnetje. Okej, ne tani sa po mbaruam, unë vesh edhe bluzën e zezë të gjatën, sepse kisha pak ftohtë, edhe filloi të fry pak erë tani, kështu që nuk kisha akoma për fustan me ripa, por unë thash ta viqa se çfarë kisha vap. Atëherë, për Smash Burger do ju them që nuk ishte fare i mirë, por nuk mund të jap tamam një review të sinqert sepse ne tani erdhëm në orarin që është afër mbylljes, edhe normalisht po të vish gjysmore para se restoranti do mbyllet, normalisht nuk mund të marrësh gjërat më të mira që ata mund të kenë, pra. Do marrësh gjërat që u kanë ngelur me pak fjalë, sepse patatet nuk haheshin fare po fare. Edhe qoftja e sanduiçit kishte një aromë që nuk është më pëlqeu. Ne mendoj që këtu ta mbyll vlogun, shpresoj shumë që ju ta keni shijuar këto 2 ditët e fundjavës. Nuk më vazhdoj të xhiroj të hënën edhe ditët e javës, duke qenë se jam në punë edhe çdo ditë të javës do shkoj në palestër pra pas punës direkt, edhe nuk dua që të tregoj pra palestrën. Por në fundjavë kemi plane më të bukura se sa këtë fundjavë. Shpresoj shumë që mos të sëmuremi nga këto sanduiçe dhe patatet e skuqura që hëngrëm tani në darkë, edhe të jemi mirë deri në fundjavën tjetër. Por po planifikojmë që të shkojmë në New Jersey. Edhe kismet zotit lutuni dhe ju bashkë me mua që planet tona të realizohen. Unë po ju them natën dhe mos harroni që të bërni një subscribe. Natën! Usually I don't post. Usually I don't post, but I want the world to know. Time to pull the drop tops out. Summer nights, it's a vibe, yeah. We've been keeping it in the house. Netflix and chillin', IG